Tani për tani shteti është null në çdo prit. Nuk ka bërë asgjë për marrëvajtjen e grupës plerave. Mos ka bërë asgjë as për gjetjen një, a ka gjetë se kush e vë zjarrin? Jo, ajo nuk gjen atë kur një. Pse? Atë nuk e di, atë e di vetëm bashkia edhe policia. Pse? Policia ka drejt ta gjej me njëra të që bë zjarrin. Se nëse pas se mund të vinë njëri të bërë zjarrin në fshatin Piskov. A ka drejt policia ta gjej? Është drejt e policisë kjo, e ka për detyrë që ta gjej. Megjithatë, do ta zëm nga fillimi. Që në hapja e gropës. O bë një gropë atje në kundërshtim me ligjit. Në vendin që është hapur gropa, është në kundërshtim me ligjit. Është bërë në një vend ku është shtrati Lumit, që bashkohet me Villësën. Atje është vend burrus dhe filtrus. Kemi protestuar. Kryetari i bashkisë erdhi, ndodhi 5-6 veta në Piskov, s'ishin dakord për të bërë gropa. Punimet kishin filluar. Po, e mbaj mend atë protestat tuaja atje. Doli dhe uji atje. Buron dhe ujë. Edhe filtron ujë. Edhe filtron. Po i kemi janë të filmuara çdo gjë. Janë filmuar, po. Edhe ku ndodhur lart, i shtetit i kanë nxjerr këto problematika. Edhe kritikon edhe ministrinë e ambientaliste. Po, të mjedisit. Tani, unë një pyetje kam, ç'a ndodhi nga emisioni i parë në emisionin e dytë? A pati ndonjë reagim nga ky institucion? Nga emisioni i parë në dytë, themi asgjë fare. Fare? Hiç asgjë. Zero. Kur vut tymi, kërkuam një takim me kryetaren e bashkisë për me. Nuk desh të vinte këtu kryetare e bashkisë, se kishte frikë se mos e vrisin neve. Edhe kërkoj që të vinim ne atje, të vinim këto gra, që janë të sëmura, me zjecin të vinë në ajo, se aq mirë sa dhe atje në komunë, një minutë në parë. Edhe, megjithatë shumë njerëz thanë të bllokonim rrugën. Nuk ishte e ishme të bllokonim rrugën aty, se është rrugë nacionale. Megjithatë vajtëm në komunë. Kryetari i bashkisë ishin që ke orientuar, nuk e di, kishte marrë një policë me vetë, kishte frikë se mos e vrisnin. Edhe tha, me gjithë problematika atje në dorën, mas fshatarët, ajo tha, unë këtu e 4 vjetë, tha, jam kryetare e bashkisë. Ja, më ja. E tha troç fare? Troç fare. Dhe nuk më... Do më thënë, do thotë që do vazhdoj tymi? Po. Se kështu i bie? Po, është qartë ajo. Cili më i laf. Djega e plerave nuk është ere e parë. është pasoj e 5 jetë që janë ndjekur. Kumë shumë, kumë pak. Era para kësaj ishte skandaloze. Mbaqje 10 ditë. 10 ditë Piskova, jo, bëtë një emision shumë të mirë, dhe kini falënderimet më të mira nga ne. Faleminderit juve. Këtu është një problem i madh, që se tha i zotëria atje që populli i Piskovës nuk mbihet për një jetë përbashkët. Nuk mbihen. Janë shumë më në frek, në kuptimin më të keq tëllakët. Janë të lidhura. Jo, se s'ka punë për të jake. Duhet të mbihen tërë se që një gjë përbashkët. Tymi i mirë, tymin e pinë të tërë, edhe ai qeshi për sës, edhe ai qeshi për dës. Ore, pse erdhën plerat tu tek ju? A ma shpjegon dot? Ja plerat. Po pse i sollën plerat tu tek ju? Plerat tek neve, këto plera kanë qenë në Kuta, në fshatin Kutal. Larg qytetit Përmetit. Po? Tani, edhe atje digjeshin plerat. Po? Tani, tymi nuk vinde këteja kur digjeshin plerat, po e vinde përmetarve. A, ja hoqën Përmetit, ja o hoqën Përmetit, a i kutën neve. Ah, Kjo është me saktë, afare. Ai bën në grapën neve. Bukur. Tani, E kuptova, e kam shumë qartë. kjo kam vetur, këto misionet prap të mira janë. Në po them, po tani kam vetur fundi që ne ta dërgojmë për në SPAK. Do ta çoni, e keni ndarë mendin. Po. Se edhe kontrolli i lartë i shtetit i ka gjetë gjitha problematikat, për vendin ku është bërë gropa, po Gjithë anomalit, gjithë të meta. grope pa mbaruar për pastrimin e ujrave. Tëra me radhë janë skandaloze. Ore kamerat pse s'ja vunë asaj? Apo ja kanë vënë? E bëm dhe kur erdhi kryetari diskutuam dhe këtë. Ha? S'kishi korrent. Jo, kurrent kishte, po tha kështu, s'kemi para për kamera ata. S'ka para për të Kemi monitoruar. para ashtu. Në fillim, pa u apër gropa mirë, sa do vëmë roje 24 orë. Tani, Bashkia e Përmetit ka mbi 300 punëtorë.
Po gare 3 punëtor ati. Nga 8 orë, 24 orë. Që të mos digjen më plera. Po këta nuk duan. Që të mos digjen. Ta duan që të digjen plera, të hapet vendi, që të edhin prap plera aty. Në kundërshtim i ligjin. Edhe ne pim tymin e plerave.